Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Ka dështuar për herë të katër konstituimi i Kuvendit të Kosovës, me të nisur vazhdimi, kryesuesi Avni Dehari e ka ftuar vetëvendosjen që të propozoj emrin për kryetar të Kuvendit. Deputeti vetëvendosjes Glauko Njufca ka thënë se ata e kanë emrin e njëjtë, Albulina Haxhiun, dhe ka theksuar se me që partitë e tjera janë deklaruar kundër votimit saj, duhet kohë shtesë për konsultime. Pas kësaj, Dehari ka thënë se seanca do të vazhdojë të mërkurën. Ndosë pa dyshim që e ka emrin e njëjtë, është zonja Albulina Haxhiu si e propozuar, por ne me qenë se e kemi po që të gjitha subjektet politike që është dje janë prononcuar se do ta kishin qëndrimin e njëjtë, edhe në këtë seancë, mendoj që kjo situatë politike nuk mund zgjidhet për vetëm me një marrëveshje politike. Pa krimin e një mazhorance këtu në kuvend për kryetarin e kuvendit nuk do të mund të themelohet vetë kuvendi. Mirë, po kjo e njëjta logjikë është edhe për nënkryetarët. Atëherë ne, zoti kryesues, kërkojmë një kohë shtesë që të mos përsëritet situata e njëjtë, të cilën e patëm 3 herë radhazi në kuvendin e Republikës Kosovës. Pas dështimit të seancës për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, u prononcuan edhe përfaqësuesit e partive parlamentare. Deputetja nga radhët e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosim, Moza Kusari Lila, ka thënë se në situatën aktuale, e duke marrë parasysh deklarimet aktuale, zgjidhja më afërt dhe më e pranueshme po duket shkuarja në zgjedhje të reja. Si që ishte kërkesë e grupit ton parlamentar që sot mos procedohet tutje për votim kandidimi i zonjes Albulina Haxhiu, kryetares në ardhje të Kuvendit të Republikës së Kosovës, për arsye të deklarimeve të grupeve politike në raport me procesin e votimit. Më lejoni të ritheksoj edhe një herë. Votimi për kryetaren e Kuvendit, nënkryetarët e Kuvendit, është votim i cili kërkon pjesëmarrjen e të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës. Për dallim nga qëndrimi politik, apo mbështetja, apo mos mbështetja, apo refuzimi për të marrë pjesë në votim për qeverinë e cila i propozohet Kuvendit dhe mandatarin, votimi për kryetaren e Kuvendit dhe nënkryetarët është votimi i cili është obligimi të gjitha grupeve parlamentare. Në situatën aktuale, ashtu siç po deklarohen grupet parlamentare politike të opozitës deri tashme, i bie që menjëherë pas arritjes së një shumice që kërkohet për zgjedhjen e kryetares së Kuvendit me 61 vota për, atëherë ne si grupi më i madh parlamentar kemi forcën që të bllokojmë apo numrat që të bllokojmë zgjedhjen e nënkryetarëve. Për arsye se menjëherë janë edhe 2 votime tjera. Është votimi për nënkryetar të Kuvendit me 61 vota për të deputetëve të Kuvendit të Republikës dhe pastaj votimet e nënkryetarëve veç e veç të 2 grupeve jo shqiptare parlamentare, gjithsesi grupit të komunitetit serb dhe grupit të komuniteteve tjera jo shumicë në Republikën e Kosovës. Do të gjitha ata, dhe para meje ishte këtu drejtuesja e grupit faktën e deklaruar parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zonja Bajrami, që tha duhen konsultime politike. Por Lidhja Demokratike e Kosovës ka kthyer përgjigje negative në atë proces, në procesin e konsultimit politik. Dhe ajo letër që i ka shku Lidhjes Demokratike të Kosovës ka qenë për formimin e institucioneve, gjë të cila tani në proces ka ngecë. Do të thotë ne nuk e kemi asnjë qëllim që ta bllokojmë formimin e Kuvendit, gjithsesi konstituimin e leadershipit kryetares, nënkryetarëve të Kuvendit të Republikës. Kryetari i Partisë Demokratike Memli Krasniqi ka thënë se lëvizja vetëvendosje duhet ta ndryshojë propozimin për kryetar të Kuvendit. Ai ka cilësuar Haxhiun si simbol të dështimit të qeverisë së shkuar, andaj sipas tij nuk duhet që të imponohet emri i saj, por të propozohet një nga 47 deputetët e tjerë. Koalicioni vetëvendosje guxo alternativa, po siç kemi thënë e ka të drejtën për ta propozuar kryetarin apo kryetaren e Kuvendit, po jo për ta imponu, sepse nuk mundet me çdo kush me vendosë për këtë që e propozon. Sot përsëri po e shihni që këta po e vazhdojnë bllokadën e krijimit të institucioneve, në vend se të kërkonin një kandidat apo kandidate tjetër. Kandidatja e cila ka dështuar disa herë radhazi që do dështojnë edhe sot, e besoj edhe pas nesër dhe kurrë tjetër, nuk mundet me qenë më e rëndësishme se sa
krijimi institucioneve, konsolidimi dhe materializimi i verdiktit dhe votës shtetare të datës 9 shkurt. Andaj, rrugdalja është tashmë e qartë. Lëvizja Vetëvendosje duhet ta gjeni kandidat apo kandidate tjetër. Do të vazhdojmë tutje të analizojmë situatën e re të krijuar. Me ne në studio është analisti politik Bekim Selishta. Mirë se ardhur në studion tonë, Selishta. Faleminderit për ftesën, mirë se gjeta. Sërish dështoj të konstituohet kuvendi në përpjekjen e 4 për konstituimin e tij. Si e pat situatën e sotme, e pritshme apo jo? Kjo situata e sodit është e pritshme, por është shumë e mërzitshme me pa që institucionet e vendit nuk po gjejnë zgjidhje. Kjo është fatkeqësisht është e ndërtuar gabimisht, edhe kjo duhet me reflektu që Kushtetuta e Kosovës ka nevojë për një reformim të ri, sepse nuk mund të bllokohet vazhdimisht procese zgjedhore për teke të dikujt. Ne kuptojmë prapë një referona subjektit më të madh është, edhe pse ka 48 deputet, nuk do të thotë që me pas arrogancën me parti tjera, domethënë secila subjekt politik është e drejtën e ligjit edhe drejta politike që me komuniku me subjekte tjera, me ndërtu një narracion për të ardhmen edhe me gjetë një zgjidhje nga ngërçi politik. Sipas prapë ju referona, domethënë pe institutit KDI, domethënë që i referohet akt gjykimit të gjykatës kushtetute të vitit 2014, ku thotë që pafundësisht mundet më zvarrit ky sistem, edhe që është diçka shumë e keqe. Për këtë arsye po them, jo e nevojshme. Për këtë arsye po ju referona sepse zgjedhjet e ardhshme ne i kem edhe për zgjedhjen e presidentit, nëse vazhdojmë pafundësisht sipas KDI-s ose Eugen Cakullit i referohet që thotë do të kem krizat njëpasnjëshme. E krizat e njëpasnjëshme nuk i duhen shtetit tonë Kosovës, që është shumë e vogël edhe ekonomikisht jem shumë dopt. Domethënë çdo ditë ne po atakohemi nga inflacionet të ndryshme, po krizat që prodhohen janë të panevojshme, sepse kem pasën vitin 2014, në 2003, edhe vitin 2001 kem pas, domethënë koalicione jo të natyrshme, që në shujt për kohën, po jo në ullë, jo në diskutu dhe pse me numra kanë qenë shumë më larg se 48 deputet që aktualisht i ka Vetëvendosje, në atë kohë LDK ka pas me numra ka qenë më larg, kanë pas jo përputhshmëri mes LDK-s dhe PDK-s, po në ullë kanë diskutu dhe kanë kriju një koalicion gjithë përfshirë. Në raste kur bllokohet situata për votimin e qeverisë së re, duhet të gjenden zgjidhje edhe nëse partitë politike nuk janë shumë të parafërta me programet e tyre. Duhet që të merren vesh apo jo? Prapë ju referona, domethënë është arroganca prodhon kriza, po nëse gjen kompromis, është secili subjekt politik në demokracinë parlamentare është e obligueshme kompromisi edhe komunikimi, ndërsa në vendet që janë të aristokracisë sistemit jo demokrat, aty vendos një individ për gjithë se çka bën edhe nuk i pyet. E kjo nuk është e nevojshme me ndodh tek ne. Ne jemi një demokraci ose një shtet me demokraci parlamentare që është e nevojshme diskutimi përmes deputetëve. E nëse deputetët janë numrat që e votojnë qeverinë dhe kryetarin e kuvendit, nëse nuk gjen një zgjidhje aty prodhon kriza. Ne e pam që disa subjekte nga opozita e kishin vullnetin me të kalu këtë krizë politike, po veç një kompromis e lypën me ndrua emrin. Domethënë, si shihni pra insistimin e Vetëvendosjes që ata e kanë emrin në këtë rast të ish-ministrës së drejtësisë Albulena Agjiu dhe se do të vazhdojnë ta mbajnë këtë emër për të kandiduar si kryeparlamentare. Ndonë se nuk i ka numrat. Është e drejtë e tyre, po ndoshta është edhe drejtë e eme me propozu dikan, po ne nuk i kem numrat për me zgjedh dikan. E kur nuk i ki numrat, është e vetmja zgjidhje, e nevojshme, edhe e diskutueshme është më ullë me diskutu me subjektet më të mëdha. Edhe vetë ish-kryeministri ose tash lideri partisë më të madhe në pushtet e din që është më nevojshme me diskutu me subjektet e mëdha, edhe me zgjidh problemin edhe të kryetarit të kuvendit, edhe të presidentit, se nuk e kem luksin me shku në zgjedhje çdo 6 muaj. Është e nevojshme edhe menoj që gjithë ne duhet me diskutu të ndryshimit kushtetuese, domethënë nuk është e nevojshme mi pas 20 vena të rezervuar në kuvend, sepse kuvendi po krijohet jo funksional, edhe është shumë e nevojshme që diasporën ta kenë në përfaqësim në kuvend të Kosovës me 3 deputat.
Ajo është çështje tjetër se flet për ndryshimin e kushtetutës dhe në rrethanat aktuale duket e pamundur të ndryshohet kushtetuta për të futur pastaj edhe të drejtën e deputetëve nga diaspora. E qartë është, po, ne jemi të po që është e nevojshme, sepse i kem disa vota që vjen për diasporës, votojnë individ që nuk i kanë ditë kanë votojnë, i votojnë gjithë normal, po kur i kanë 3 përfaqësues votojnë normal dhe nuk kem gërsh politik. Ndërsa me 20 deputet të minoritete, që ki deputet edhe me 500 vota është bo deputet, edhe e blokon Kuvendin e Kosovës për interesa të veta, që nuk ka dikush me 20.000 vota është jashtë Kuvendit, një me 500 vota të sakton qeverin për tarmë. Dhe kjo nuk është e drejtë. Unë e kuptoj drejtën e secilit në Kosovë, po nuk është e drejtë e moralshme që dikush me ma pak se 2.000 vota e përcakton tarmën e një venit, kur shumisa absolute është ke ndryshe. Edhe kjo është e nevojshme që të kemë ndryshime kushtetuse, sepse ne i kemë një kushtetus që kemë marrë për vende më të mira, gjitha modelet më të mira, po nuk e kemë studiu parimet, kulturën, logjikën e Ballkanit, edhe rrethana që ne dimi kriju të panevojshme. Por, zotëselishta, kushtetuta në asnjë rrethon nuk e bllokon realisht konstruimin e kuvendit, pasi që janë 100 deputet shqiptar dhe shumë lehtë është që të merren vesh për votim për krijimin e një shumice të paktën të thjesht prej 61 deputetëve për ta votuar kryetarin e kuvendit dhe pastaj të nënkryetarëve. Po, kushtetuta nuk e ka parapo që mund të keme këse blokime të panevojshme. Kushtetuta i ka marrë modelet më të mira të botës, po nuk i ka parapo që ne jemi një shtet i Ballkanit, ne kemë më të mëdha e natës se sa që e dojmë vendin tonë. Nëse kish pa simpati çdo udhëhec politik ndaj vendit, ndaj qytetarëve vet, ndaj krizave që i kemë por rreth, i shur me diskutu me secilin subjekt politik që me gjetë një zgjidhje. Nuk mund një grup me ignoru të tjetrin edhe me anatemu, ndërsa me gjetë një grup këtë më të vogël edhe me kriju koalicione jo të natyrshme, edhe manej nuk del zgjidhje e mirë. Jem të po, kretë kjo ka ardhur si pasojë e arrogancës, kur ka mundësi, nëse i fitus absolut, edhe është fitus absolut, i zgjedhje, se ka numrin më të madh vota, e ka komoditete me dialogu me secilin subjekt politik me gjetë gjuhën e nevojshme. Momentin që e ki numrat, e ki edhe gjuhën e komunikimit më të lehtë, sepse e ki përparësit. Po, dhe njës të punës e kuvendit, po vlerësojnë se ndërprerja e kësaj seance konstitutive, pa u hedhur në votim, edhe njerë kandidati i vetëvendosjes për krye parlamentar, në këtë rast kandidatja ish ministra e drejtësisë Albulena Haxhiu, po vlerësohet si veprim arbitrar dhe shkelje rregullore së kuvendit, pasi që është dashur që fillimisht të hedhet në votim dhe pastaj nëse nuk merr votat e mjaftueshme mund të shtyhej seanca, por jo në këtë formë. Ju si e vlerësoni në aspektin politik? Zotëri Dehari o vesh një speaker i kuvendit, që veç ki për obligime komi menaxhu procedurat që janë aty, po zotëri Dehari është për të dytën herë të shkel ligjin e kuvendit, rregullorën e kuvendit 67, 19 dhe 11 të kuvendit Kosovës, ku i paraqet procedura si ka mos gjithë kryetari dhe nënkryetari të kuvendit, sepse nuk ka nevojë në mënyrë arbitrare të ndërprer seancat, po nuk e ka as të drejtë me dialogu me subjekte tjera. Ky e ka vesh një të drejtë me menaxhu derisa zgjedhet kryetari i kuvendit. Pavarësisht ai ka numrat apo nuk i ka numrat, duhet ta provoj. E provon 2 herë, nuk i pat numrat, duhet me gjetë një emër të veçantë, një emër që i një emrus përbashkët edhe të subjektive tjera. Ai emër duhet me qenë që e përkrojnë të gjithë. Për mu ka qenë këtë normale seancën e parafundit që zotëri Haradinaj i pa 2 propozime. Pra, si e shihni këtë propozim të AOK-s që megjithatë, nëse do të kandidohej Saranda Bogujevci apo deputetja Shqipe Selimi, do të merrte votat e Aleancës Parlamentit të Kosovës. Pra, një mundësi për zgjidhje të kësaj situate. Kryetari i Aleancës, zotëri Ramosh Haradinaj, ja dha mundësinë që me të kalu ngërçën politik. Unë e kuptoj, zotëri Haradinaj, se e ka një simpati politike ndaj Shqipe Selimit, sepse është gruaja e një komandantit luftës, edhe që aktualisht denohet edhe është i kidnapun në Hag, padrejtisht, në gjykatën speciale. Po gjykohet, realisht. Po gjykohet,
unë menoj se është i kidnapuar, sepse nëse gjykohet me ligjet e Kosovës, e ka të drejtën e vet të jetë i lirë dhe të mbasi të kryejnë disa seanca të ketë lirinë e vet të gjykohet edhe prej shtëpisë, domthonë të ketë rrethona tjera. Ndërsa këtë rast qeveria kalume nuk e ka kriju asnjë rezolut për mbrojtjen e qytetarëve tonë që kemi në Hagë, sepse aty është duke u dënuar historia jonë, nuk janë të dënuar individ. Nuk ka të diskutu për individ, po për historinë e vendit. Ndërsa Ramush Haradinaj ka shumë qartë nëse është Shqipe Selimi, do ta kenë ma lehtë diskutimin në Kuvend të Kosovës për disa rezoluta që në mbrojtje të ish lirimtarëve të vendit, sepse është e nevojshme që të ketë rezoluta për Kuvendit të Kosovës, sepse nuk ka institucion që është i Kosovës që nuk e ka një lidhje dikon, që lidhen me zveti, edhe prokuroria, edhe gjyqësia e kanë lidhjen dikon të presidentin, ndërsa kjo gjykata speciale nuk i raporton askujt për veprimet e veta. Zotri Haradinaj e ka pasi mes, ndoshta Shqipe Selimin, unë nuk shoh që pe kryetarit Kuvendit do të ketë një zhvillim shumë të madh politik ose diçka, po s'poku rrugë do t'i letojnë për të diskutuar këtë fushë. Edhe partitë e dalën nga lufta besoj që e kanë se emruar përbashkë ose se jamën më të pranuar Shqipën. Kush do të qoftë, është një emër më i pranuar, sepse e din që e gjen një gjumë më të përbashkët. A mendoni se gjatë këtyre 2 ditëve të ardhshme deri pas nesër në orën 10, megjithatë partitë politike do të arrijnë që të ketë kompromis të paktën për të votuar kryetarin dhe nënkryetarit. Pasi që ishte një propozim i Mimoza Kusari Lilës, deputetës së vetëvendosjes, që realisht të kalohen të votohen edhe kandidati i vetëvendosjes, por edhe nënkryetarit, pasi që në një situatë si që ajo, nëse do të arrinte vetëvendosje një marrëveshje me ndonjë subjekt tjetër dhe do të kishte më shumë se 61 vota, atëherë mund ta bllokonte votimin e nënkryetarëve të partive të tjera. Dhe kjo si pasojë nuk është e drejtë. Nuk është e nevojshme mu diskutuar nënkryetar nëse nuk zgjidhet kryetari. Kryetari është e nevojshme, po kjo pe anës Mimoza Kusarit Lilës shihet një cinizëm i panevojshëm në këtë situatë që është kriju. Këtë situatë duhet ta gjenë një mënyrë, një diplomasi më të parafort me subjekte tjera, jo të irritoj subjekte tjera, të merr si të paaft me di se çka po ndodh. Sepse secili edhe një fëmijë të vegjël nëse e pyet, e din që nënkryetari nuk mund mi zgjedh pa zgjedh kryetarin e Kuvendit. Dhe nuk është i nevojshëm shumë nënkryetari sa është kryetari, zgjidhja e kryetarit, edhe manej edhe varzëve të kryetarit. Po zgjidhja e kryetarit, votimi i kryetarit do të thotë zgjidhje hapja derës edhe për kryeministrin e ardhshëm të Kosovës. Ndërsa këto nuk mund më të kalu qysh menon Mimoza Kusari kaq lehtë, sepse pa ul me diskutuar me subjekte të tjera nuk mund me të kalu. Po, dhe krejtësisht në fund e shihni ju si opsion zgjedhjet e reja në Kosovë, pasi që përmendi sot edhe i shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila, e cila tha se nëse vazhdon situata e tilla, atëherë duhet që të merren vesh partitë politike dhe të shkohet edhe një herë në zgjedhje. Diskutimi i fundit është që e kisha menuar shkuarje në zgjedhje, sepse Kosova nuk e ka komoditetin e zgjedhjeve të shpeshta që mbahen, po unë e kam thonë në këtë studio para 2 muajve, nëse nuk gaboj, ideja që nuk u certifikoj që zgjedhjet me kohë, domthonë u shtytë më shumë se 1 muaj, është që të caktohet të rimbahen zgjedhjet lokale dhe nacionale të njëjtën kohë. Domthonë dikujt i kanë menon që të ketë zgjedhjet të njëjta edhe për zgjedhjet të kryetarëve, edhe për Kuvendin e Kosovës, të organizohet në njëjtën kohë. Kujt po i konvenon kjo, vetëvendosjes apo kampi tjetër? Sipas numrave, domthonë pi konvenon vetëvendosjes, sepse nuk e ka gjendjen e mirë në zgjedhjet lokale, në për komune. Dhe pse parti tjera politike nuk po veprojnë ndryshe për ta votuar kandidatin e vetëvendosjes për kryetar të Kuvendit? Po momentalisht është vetëvendosja nuk ka një pozicion shumë të mirë, sepse është 10% është më pak se zgjedhjet e kaluara, tash nuk është e favorshme për vetëvendosjen me marrë 2 par zgjedhje, sepse secilin zgjedhje pi hub nga 10% janë shumë. Edhe subjektet tjera janë të gatshme prap të fillojnë garimin, sepse menojnë që prap do të ketë ramje nga ana e VV-s, e vetëvendosjes. Po unë prap jam i thari asaj që vetëvendosja si fituesi i parë ta gjeni zgjidhje me subjektet më të mëdha ose më të vogla, të t'i kalojnë këtë ngërsh politik, sepse e din që qytetari i Kosovës
din ti ndëshkoj ato që i blokojnë proceset. E di shumë mirë, zotëri Albin Kurti, situatën e vitit 2019 edhe më hershëm, si kanë ndodhur ndryshimet. Dhe irritimi qytetarëve po duket edhe gjatë shprehjes së tyre në rrjetet sociale, por ideja është se partitë politike vazhdojnë t'ja hedhin fajin njëra tjetrës. Po, unë pajtona me ju, na nuk mojmë me lypën ndëshkim për opozitën, sepse opozita nuk e ka obligim mja votu ligjet edhe qeverin një subjekti që i njëron të në kohën. Opozita ka drejtën e vetë ta menaxhoj situatën për ti favorizoj politikat e veta, po edhe opozita njëjtën sen e bën i favorizon politikat e veta, jo të opozitës. Ndërsa nuk është logjik normale me kërku pe opozitës e me fajsu opozitën se s'pana i voton kryeministrin e kryetarin e Kuvendit nëse nuk ofrojnë marrëveshje. Ne kem në Gjermani, njëjtë e kem pasur në Austri, që UNUL kanë diskutuar me subjektet e ekstremit të majtë, për me gjetë një zgjidhje veç mos mi bloku institucione, sepse e din që nuk kanë obligime partitë opozitare me votu një qeveri që nuk janë pjesë e koalicionit. Sepse e din shumë mirë që koalicionin ndërtohen mbi bazat e marrëveshjeve që i shkrujnë bashkë edhe i harmonizojnë dy subjekte, tri apo sa do që t'jenë, i harmonizojnë interesat e veta edhe menojnë që përmes politikave ose përmes qeverisë ti edhe në teren ti zbatojnë ato politika. Po nëse nuk e ki një marrëveshje shkruar me një subjekt politik, nuk e di pse mundosh mi obligu të tjerë mi kry punët e mia, sepse punët e mia unë i kry veç vetë, ose ullum diskutojmë edhe me subjekte që arrim me pas një kompromis për zgjidhjen e politikave ose planeve për të ardhmen. Le të shpresojmë që partitë politike do të ulen dhe do të merren vesh që të paktën pas nesër Kuvendi i Kosovës tjetë i konstituar. Urojmë tjetë kështu, sepse ne më të pa këtë vendin tonë, është rritë çmimi i energjisë, parashit që të rritë edhe çmimi i bukës, edhe i produkteve tjera që nuk është e nevojshme. Ne më marë, ka që me qeverinë, kur kem probleme tjera që do të më marë, kësi probleme politiko-sociale dhe ekonomike, që është shumë e nevojshme të trajtojmë si në qëtë periullë, sepse piksoj date, dhe mund deri në tetor, nuk shihet që është rritje shumë e madhe e faktura, sepse është koha e nxehtë, po pe tetorit që im pasohet kur janë edhe ndryshimet klimatike. Pra të arsye është bo qëtë periullë më rritë çmimi i energjisë që mos më pat gjatë tërverës, sa është rritja e energjisë. Reagimet mos janë të ashpra të qytetarëve në automatikisht kur të hyjnë tarifat në fuqi. Po, është diskutuar që është rritë, është pranuar rritja, po ka protesta për këtë problem që është shkaktu, po unë menoj që do të me përkrahë secilin protestë që i prek interesat e popullit. Se është e nevojshme me mbështet, sepse nuk ja kem borxh me pagu fakturat edhe atyno që nuk i shpenzojnë. Po, menoj që urojmë që subjektet politike ta gjejnë një kompromis, se është e nevojshme mas pakti për vendin, që mos shkojnë zgjedhje, po nëse është e nevojshme le të shkojnë zgjedhje edhe marrin rezultate. Sepse ky popull, ky komp din mi ndëshku ato që nuk i trajtoj me seriozitet se cilin proces. Po. Socialista, të falenderoj shumë që ishit në studion në emisionin Njësën drejt për drejt. Faleminderit edhe urojmë që shkojmë bashkë. Bisedua me analistin politik Bekim Selishta, vazhdoni që ndroni me ne. Vazhdojmë me informacionet të tjera. Policia e Kosovës i ka arrestuar 7 persona të dyshuar për planifikim dhe kryerjen e vrasjes së rreshterit Muhamed Lika, i cili besohet se u krye për motive që ndërlidhen me punën e tij zyrtare. Drejtori i Policisë së Kosovës, Gazment Hoxha, tha se disa nga të dyshuarit kanë të kaluar kriminale që ndërlidhen me ekstremizëm. Prokurori Burim Qerkini jep detaje për rastin. Ne kemi arritur të sigurojmë prova të dëshmi të cilat i lidhin këtë grup kriminal me vrasjen e rreshterit tonë. Mbetet të shihet background-i tyre, disa nga ta kanë pas të kaluar kriminale, kanë qenë të arrestuar në të raste të mëhershme, e që ndërlidhen me prirje ekstremiste. Për çështjen e terrorizmit duhet ta shohim pastaj, sepse hetimet duhet vazhdojnë tutje për të vërtetuar këtë punë, po janë persona dyshim të rrezikshëm të cilët ne dyshojmë që kanë kryer këtë vrasje dhe kanë planifikuar dhe pas të kanë ekzekutuar. Dhe sot kemi konkretizuar një operacion policor i cili është zhvilluar në Kaçanik me qëllim të bastisjes respektivisht zbatimit të urdhëresës gjykatës së themelore të Frizajt. Operacioni është zhvilluar në autorizim të prokurorisë themelore
ku gjatë këtij operacioni janë mbështis 9 lokacione, shumica e tyre në Kaçanik dhe një në Klin, në një fshat të Klinës. Gjatë operacionit policori në arrestu 7 persona dyshim, të cilët dyshohet që kanë marrë pjesë në planifikimin dhe po ashtu në ekzekutimin apo vrasjen e rështerit tonë. Të gjithë personat janë të arrestuar, janë në proces intervistimit nga hetues tonë policor me autorizim të prokurorit. Gjatë operacionit nuk ka pas ndonjë incident. Dhe sot kemi arritur që të arrestojmë 7 persona, të cilët dyshohet, po kemi dyshim të bazuar mirë se kanë marrë pjesë në vrasjen e rështerit Muhamet Liga. Është një punë e palodhshme që është bërë gjatë këtyre ditëve. Ne edhe në konferencën paraprake e kemi thënë që do t'ju mbajmë të informuar në lidhje me zhvillimin e kësaj ngjarje e cila ka qenë shumë e rëndë, dhe sot e kemi një rezultat, mund të themi preliminar, ku 7 persona janë duke u intervistuar dhe me vendim prokurorit do të vazhdohet procedura me tutje. Sigurisht që ata do të shkojnë në mbajtje dhe do të vazhdohet me procedurat e mëtutjeshme. Çka dua të them më tepër është që bashkëpunimi mes institucional gjithmonë rezulton me rezultate pozitive, siç është edhe ky rast i sotëm. Ne si prokurori themelore dhe gjithashtu edhe si policia e Kosovës ja kemi pas borx policisë Kosovës dhe rështetit Muhamet Liga që të bëjmë këto veprime procedurale dhe në fund të kemi këtë rezultat të cilën e kemi tani. Unë jam shumë falënderues për punën e bërë dhe më tutje do të vazhdojmë procedurat e mëtutjeshme, do të shohimi se cilat do të jenë të reja që do të na sjellë në procedurat në VM. Hetimet do të vazhdojnë sigurisht edhe për persona të tjerë. Motivi kryesor deri më tani që e kemi është lidhet me punën e tij si pjesëtar i policisë së Kosovës. Dom Lush Gjergji tha se Papa Francesku ka dhënë kontribut të çmuar kudo në botë. Të ndjekim një bisedë me Dom Lush Gjergjin që zhvilloi kolegja Dona Demici. Në moshën 88 vjeçare ka vdekur kreu i parë i zotit i Kishës Katolike, Papa Francesku. Ai njihet për një punë jashtëzakonisht të madhe që ka bërë për lidhjen e kombeve, për lidhjen ndërmjet feve, për të mirën e njerëzimit në tërësi. Kishën e varfër t'u akthejmë të varfërve, ishte një nga motët e tij. Papa Francesku njihet për shumë gjëra. Në mesin e atyre gjërave të mëdha që ai ka bërë, duhet të cekim patjetër edhe shëndrimin e Nën Terezës, Shën Terezës, të cilën e bëri në shtator të 2016. Për të folur për figurën e këtij personaliteti të jashtëzakonshëm, jo vetëm të Kishës Katolike Romane, por të botës në tërësi, un kam kënaqësinë që pranë kam Dom Lush Gjergjin. Ngushëllime Dom Lush Gjergj të pari dhe faleminderit shumë për kohën që po ndani sot për ne. Faleminderit, kjo është jeta. Prandaj për ne vdekja është kalim në amshim dhe Zoti ka dashur ashtu që sot e hënia e Pashkve apo dita e Emausit, dita e shtegtimit të dy nxënësve të Jezusit, të cilët ishin të lodhur dhe të mërzitur nga mundimi dhe vdekja e tij në kryq nga varrimi, ktheheshin në Emaus. Gjatë këtij rrugtimi, Jezusi ju bashkangjitet dhe i pyet, çka bisedoni? Pse jeni kaq të lodhur, të mërzitur, të shqetësuar? Njëri prej tyre thotë, a mos jeti i vetmi njeri që nuk e din çka ka ndodhur në Jerusalem këto ditë? Jo, thotë, çka? Se si Jezusi që ishte njeri i mirë, profeti i madh, bani shumë vepra, bani shumë mrekulli, dhe të partë të tanë dhe këre priftrin e dorëzuan në dorë të armiqve kundërshtarëve që e dënuan me vdekje dhe e vranë. E ne, kjo është ajo pika kryesore, ne shpresonim se ai do të jetë shpëtimtari apo shëlbuesi. E Jezusi fillon dal nga dal, historikisht, biblikisht, me ju tregu se si ka qenë paralajmëruar me krejt kjo. Nuk ju thot haptazi, për ju kam thënë sa herë se unë do të psoj, do të mundohem, do të vdes, do të ngjallem. Dhe gjatë kësaj bisede, ata ja çelin në zemrën. Është një metodologji shumë e rëndësishme, shumë njerëz edhe sot kanë shumë çka për t'i thënë dikujt, po s'kan kujt t'ia thojnë. Nuk kanë gjetë bashkëbiseduesin.
apo bashkëbiseduesit, edhe nuk kanë kujt t'ia çelin zemrën. Prandaj, Jezusi është bashkë udhëtar, bashkë shtegjtar. Kur vjen në udhkryq, ai bën kinse po vazhdon në një drejtim tjetër, i pyet ku po shkoni ju? Në Emaus. E unë po shkoj kënde. Ata lutja e tyne ishte mrekullueshme, s'din as vetë, por Zoti i ka frymëzuar. Rri me ne, sepse dita është në të sosur e nata po vjen. Është simbolika e mrekullueshme. Do të thënë, kur je i vetmuar, dita është në të sosur, je në mramje, je në ballafaqim të territ, të natës, të keqës. Dhe ata i thonë, jo, rri me ne, sepse këtu ka plot hajna, ka njerëz të këqij, edhe kjo është simbolika sa njerëz e shohin botën vetëm me sy të egërsirës, me sy të armiqve, me sy të ngarkuar nga përcaktimet etnike, fetare, morale, politike, shoqërore, kulturore. Jemi pikë 5, një botë e vogël, merre botën shqiptare. Jo vetëm se jemi të coptuar prej tjerëve, në 3 shtete, e në shumë shtete, e sot gjithkund në diasporë, por jemi të coptuar në brendin tonë, në vetveten. Dhe shqiptari ishte dashur ta gjejnë pasqyrën. E pasqyra e njeriut nuk është pasqyra, por është tjetri. Në tjetrin gjeje vetveten. Dhe në momentin e darkës, ata i thojnë zotristë të cilit ishin dalë dhe njifeshin, i thojmë, e gjetëm rrugës një udhëtarë, edhe nuk e lamë të shkojnë se natë është. A, mirë keni ba. Jezusi në atë moment e thënë bukën. Do të thënë, e thënë dëbimin, e thënë përjashtimin, e thënë dyshimin, e thënë frigën, shqetësimin, dhe ju jep bukën si në darkën e mrame. Dhe në atë moment, punëgjiltari thot, syt e tyre u qelen dhe e njoftën. Dhe filluan të përqafojnë, aj u shtok. Prandaj, e hanja madhe që është ditë e shtegjtimit, bashkë me Jezusin e ngjallur, për Papën Franceskut është ditë e kalimit në amshim. Ai ka jetuar për Zotin, ka jetuar për kishën, ka jetuar për mbar njerëzimin, një papë revolucionar, i cili ka dashur të jetë në stilin e Nanës Terezë. Unë në disa raste kam thënë sikur të ishin bineç, sepse ka dashur të përngjajë Nanës Terezë, thoshte, e mira, e drejta, e vërteta, jeta dhe dashuria janë universale, janë gjithë njerëzore. Pse po ja mohojmë njëri tjetrit këtë? Pse po ja marrim frymën? E ai ka vdek pikërisht në mungesë të frymës e të frymarrjes, se ka pas probleme me mushkëri. Ai i cili i ka dhënë botës një frymë të re, ai i cili ka dashur të gjitha fetë të jenë të bashkuara me Zotin dashuri dhe me vllaun apo motën, siç ka bërë Nana Terezë. Nana Terezë se ka themelu as një shkollë, as një spital, as një veprimtari për katolikët apo për krishterët, por për Zotin dashuri dhe për vllaun apo motën e njeri. Dhe ky pap e ka admiruar Nanën Terezë. Bile me njëherë ka qenë edhe hokatar, me një rast kur ka qenë sinodi i peshkvive, i ndante një rresht, 2 rreshta, papa i atëhershëm, Shën Gjon Paul II e pati thirrë Nanën Terezë, dhe Nana Terezë doli ju foli kardinajve, papës i peshkvive, dhe tha, ju lutem, na jepni priftërin mbeshtar të shenjtë, se kemi nevojë për ta. Atëherë ai e komentoi, tha, e admiroj gjithat fuqi, një grim njeriu i cili është dinamit, se e lëviz krejt botën. Pastaj si në hoka tha, po të ishte ajo e prorja ime, do të kisha frikë prej saj, sepse është aq e vendosur, aq e sigurt. Prandaj sot kthehem në kujtime, me kujtime të plota, prej asaj çka ishte bashkëpunimi i tij shembullor me Papën Benediktin, i cili dha dorëheqje, dhe thoshte, e kam si vllaun e madh, e kam si babgjysh, e kam si siguri për gjitha çështjet. Dëndush, ajo që
të bën përshtypje kur shiko të bëma dhe gjithë punën e Papa Franceskut është fakti që Vatikanin e bëri më të afër me njerëzit, e bëri më të pranueshëm, në kuptimin që nuk është vetëm për shenjtërinë e lartë Vatikani, por është i të gjithëve. Kisha është e të gjithëve. Kisha është për të gjithë dhe e të gjithëve, shit Zoti është krijuesi dhe shpëtimtari i të gjithëve dhe për të gjithëve. Ky pati opcion prej momentit të parë, një komunikim krejt ndryshej, edhe me bashkëpunëtorët, edhe me njerëzit. Për shembull, e kremton të meshën, në fund të meshës, dilte të dera kishës për t'i përshëndetur të gjithë. Shmendeshin roja e siguria se s'mund të ndalim kështu. Ndërsa i thoshte, dera e kishës, edhe ma te për zemra kishës, du të jetë e hapër. Ne du t'i falenderojmë njerëzit, ne duhet t'i përshëndesim njerëzit që kanë ardhë apo që i dalin të Nisur kishë. nga kjo që po thoni, sigurisht ka pasur klerik të shumë shqiptarë të cilët kanë pasur fatin të atakojnë, të flasin me të ndajnë idetë e tyre, të flasin për pozitën e vendit tonë, për vetë Kosovën. Pa tjetër, a i ka qenë e ka pas në zemër popullin tonë shqiptarë. Dhe tash për ju të regoj edhe psehin, sepse në Buenos Aires, kur ishte argjipesh dhe kardinal, atje ishin disa njësi, disa bashkësi arbreshe. Dhe ky i kishte njohur atje. Dhe thot, e kam zbuluar një popull të lasht, të stërlasht, që e kanë origjinën ilire, arbër dhe shqiptare. Dhe këta janë arbreshet atje. Dhe i admironte se si e kanë rujt gjuhën, traditën, kulturën, dhe kur erdhi në fronin apo në selien e papës, atëherë dëshmoj gjithë dashurien që e kishte akumuluar për këtë dy elementet shumë të rëndësishme është vizita e ti me 21 shtator të vitit 2014, kur morije madhe në Tiranë e pritën pa dalim, dhe a i pa të thënë një fjalë që e mori këtë bota. Në Shqipëri nuk gjeta vetëm vllazëri gjithë shqiptare, por gjeta dashuri. Ata nuk dialogojnë e nuk komunikojnë me njëri tjetrin pse janë palë, pa ata janë një gjymtyr. Dhe tha, shprehjen që mori krejt bota, Shqiponja del prej folejës e vetë dhe fluturon në lartësina, por Shqiponja din të kthehet në folejën e vetë. Dhe kjo ishte një figurë stilistike fenomenale për cilën e kam falenderua edhe personalisht dhe i kam thënë, na keni dhënë zemër, sepse populli shqiptar sot jemi të shkapërderdhur, por nuk jemi të përçarë, sepse nuk jemi të ndarë. Në ndajnë kufin, në ndajnë shtetet, në ndajnë botkuptimet, në ndajnë fetë. Është folur edhe për një vizitë të papës në Kosovë. Është thënë që kishte në plan të vite. A i kishte në plan dhe deshi të banë këtë vizitë, me gjithate rrethanat ishin të tilla që nuk ja mundësun, se papa për pos kreu i shtetit është nikosisht edhe kreu i shtetit të Vatikanit. Dhe kure pas e rrethanat nuk janë të vëllitshme, atër vendosin të vizitoj Bullgarien, si qëllim e kishte Shkupin, dhe në Shkup bani një elogji për nanën Tereze, dhe bani një elogji për popullin shqiptar. Tha, këtu janë rajtë e asaj që është fenomeni botror. Një vizitë eventuale në Kosovë në një farë mënyrë do të shënonte një njohje të Vatikanit të shtetit Kosovës, apo jo do ndrysh? Po, edhe ajo ka mund të jetë edhe kjo de facto ka ndodhë, vetëm de jure nuk ka ndodhë, se Vatikani ka ndihmuar gjithmonë prej papës Gjon Pali të dytë, papës Benediktit, papës Franceskë, janë 3 papë të cilët kanë pasur një simpati, kanë pranuar delegacionet të ndryshme edhe kryetarët e shtetit të Kosovës dhe gjitha tjera. Por është çështja e diplomacisë dhe është çështja që duhet të bëhen hapat para prak për një njohje apo për një pranim të tillë. Ajo që ka bëni papa me lumturimin e bani më herët papa Shën Gjon Pali II, kurse shejtrimin në 2016 me 4 shtator e bani ky. Dhe ishte aq i lumtur, ishte i gëzueshëm. Më kujtohet kur ja
dhurova librin Nana e dashurisë, ja dhurova në gjuhën italishte, e filloj të shpletoj dhe më tha, më ke qitë punë, sepse qenë ka libër i madhë. Tha shejtëri, shfletone, mjafton që të jetë në dorën tuj, se e di se Nanën Tereze keni në zamër. Pastaj, më tha, a ke edhe shpanisht? Po sepse ai vinte nga Dhe me Argentina. njëherë se gjuha e ti për amtare është italishtja, se me prejardhja është italian. Mirë po, gjuha, tradita, shkolla e krejtë ishte shpanishtja dhe kur ja lërzova edhe librin në gjuhën shpanishte, atër më tha, tash më kam vetëm të lexoj e të studioj. Nga takimet me të, është ky ai që ju e keni me për zemër, apo keni dhe takimet të tjera? Po, takimi i maj për zemër dhe i paharrushëm ishte rreth Nanës Tereze dhe vizitës së tij në Shqipëri, sepse aty ishte si temë boshte e bisedimit e diskutimit popullit shqiptar. Dhe ai na ka paraqit para botës me dy elemente. Elementi i parë është lashtësia e një kombë, të cilin duhet të... Edhe kjo lashtësi ndërlidhet me martirizim. Martirizimi për Shen Florit dhe Laurit, për Shen Astit e prej shenjtërve ndër të vjetër deri në ditët tona. Është një vijë, është një lidhje shumë shekullore që na bën që të jemi popull martir. Për pas martirizimit e ka paraqit një popull i cili është për jetë, sepse e do jetën. Dhe ky pap është munduar në gjitha takimet e tij, si në Rom, Vatikan, si kudo që ka qenë në botë, t'i inkurajoj njerëzit jeni bartës të një dhuratës së madhe që është dhurata e Zotit jeta. Prandaj dhurojeni jetën. Në anën tjetër, ky pap ka shmuar shumë vllazërinë gjithë shqiptare. Dhe dialogu, komunikimi në mes nesh duhet të jetë i tillë që të përforcohet e mira, e drejta, e vërteta, jeta dhe dashuria. Prandaj në ka paraqit si paradigmë, si shembull për jo vetëm me Zleun, jo vetëm për Evropën, por për mbar botën, një popull i lashtë, fisnik, një popull martir, një popull i cili e do jetën, një popull i cili jeton harmonien ndërfetare, është popull shembullor, e ky ishte dhe mbetet populli shqiptar. Në fakt, raporti i mirë ndërfetar ka qenë një tjetër mision shumë i rëndësishëm i Papa Franceskut. Kujtojmë vitin 2019, kur ai nënshkroi një pakt marrëveshje në Egjipt për këtë raportin e mirë ndërfetar, por ishte po ashtu pjesë e rëndësishme e krejt punës së tij, të paktën nga ajo që kam lexuar, kujdesin ndaj natyrës, kujdesin ndaj ruajtjes së ambientit. Pra ishte i etur që të prekte pikat në cilat më së shumti njerëzimi në këtë periudhë ka nevojë. Gjithsesi, ky e ka një prejardhje prej Amerikës Latine, vjen prej Argentinës, prej një popullit i cili është në kërkim të identitetit dhe personalitetit, është një popull i cili ka gjallëri, dhe ai kur e ka hetuar gjallërinë tonë, kur e ka hetuar marrëdhëniet ndër njerëzore, ndër fetare, ndër shoqërore të popullit, atëherë na ka paraqit si model për botën mbarë. Dhe Papa Francesku, enciklika e tij, Tutti Fratelli, gjithë vëllezër, është një enciklike e cila do të mbesë në historinë, jo vetëm të kishës, por të mbarë njerëzimit, sepse përpos ekologjisë, mbrojtjes së ambientit, ai mbi të gjitha kishte mbrojtjen e njeriut. Dhe nëse, e kjo është krejt në stilin e Nanës Tereze, pa Zotin dashuri, nuk ka vlla apo motër njeri. Ishte thënia e Nanës Tereze. Kjo i bënte përshtypje atij. Sa herë ka medituar, ka lexuar për Nanën Tereze, shkonte dhurata e Marijes në hyrjen e Vatikanit, ku Papa Polak, Shën Gjon Pali II, ja dhuroi Nanës Tereze dhe tha, këtu, kur të hinë dikush në Vatikan, të hetojnë se
Vatikani jeton në stilin e jetës dhe veprës në Nanës Terezë. E motët e Nanës Terezë çdo mramje dalin dhe kënda që e gjajnë në rrugë e marrin e qojnë në vendin i cila është oazë për shpirtërie, oazë dashurie, oazë lumturie, që t'ju ndihmojnë njerëzve që ta përjetojnë, ka dikush që mendon, që flet, që jeton për ty. Ka dikush që të do. Dhe kjo duhet të jetë një moto edhe për ne. Ne si shqiptarë nuk guxojmë të lejojmë dikant që ta ndinë vetën i lodhur, i mërzitur, i vetmuar. Na myti lakmia dhe paxhumësia, thojnë shumë bashkombas që kanë ardhur për festat e Pashkve, për të shmallë. E thëmë, jo, kjo është e vërtet si fenomen njerëzor, si e fenomen natyror, por si jemi kur vetëm se jemi me Zotin, dhe kur jemi në komunikim me Zotin, atëherë jemi të aftë të komunikojmë edhe me njëri tjetër. Don Lush, të falenderoj shumë për kohën që ndave sot për ne, gjithmonë kënaqësi të takojmë. Është kënaqësi për mua dhe dëshiroj që gjithë atyre që na përcjellin të ndalen e të mendojnë. Figura, jeta dhe vepra e Papës Franceskut është një porosi për të gjithë. Dhe secili prej nesh ka mundësi që të bëjnë një krye vepër me jetën e tij, nëse bisedojmë, dialogojmë dhe komunikojmë me njëri tjetër. Sigurisht ata që duan të dinë më shumë për Papa Franceskun kanë edhe një libër të cilin ai e kishte botuar, mos gabofsha, në 2025, është libri autobiografik Shpresa, të cilin ata mund ta njohin dhe ta shohin nga një kënd shumë personal, shumë i afërt. Si vjet është viti shajt i shpresës dhe kjo është një ndër kishat ku shtektojnë besimtarët, por edhe vizitorët dhe njerëz të vullnetit të mirë për të gjetur themelet e shpresës. Se shpresa është një virtyt gjithë njerëzor për të cilin kemi gjithmonë nevojë. Të falenderoj shumë për kohën. Qofsh mendje. Këto ishin gjitha materialet të përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Ju falenderoj që na ndoqët, miru pafshim.